Kryeministri Edi Rama priti këtë të martë presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa gjatë fjalës së tij në konferencën e përbashkët për shtyp. Kreu i qeverisë shqiptare tha se procesi i integrimit është sfidues, por duhet të vijohet me të njëjtin ritëm për plotësimin e kushteve. Ne kemi detyra për të përmbushur, jo për hir të Brukselit, apo Berlinit, apo Parisit, po për hir të përmirësimit të performancës së shtetit, të institucioneve, të pushteteve të pavarura në Shqipëri. Dhe sigurisht që tani në këtë fazë theksi kryesor është zbatimi i atyre reformave që janë kryer me sukses. Natyrisht që është një proces me shumë sfida. Kemi dakordsi 100% për sa i përket detyrave që ne duhet të bëjmë. Kemi dakordsi 100% për sa i përket domosdoshmërisë që të ecim me këtë ritëm dhe të fillojmë me mbylljen e kapitujve. Ndërkaq, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa vlerësoi progresin e Shqipërisë dhe përmbushjen e piketave të ndërmjetme për kapitujt themelor. Shqipëria në fakt ka përmbushur piketat e ndërmjetme për grup kapitullin e parë të çështjeve themelore. Kjo tregon që shtetet anëtare kanë kuptuar dhe vlerësuar angazhimin e Shqipërisë për të vijuar dhe për të ecur përpara më tej në anëtarësimin dhe rrugtimin e saj pra drejt BE-s. Dhe ky është fillimi i një faze të radhës, një faze tjetër e cila është impenjative, e cila do të përqendrohet tek çështja e zbatimit dhe tek historiku që do të ketë Shqipëria. Këto reforma më shumë se sa kushte të vendosura nga Bashkimi Evropian janë në fakt zgjedhje nga ana juaj për të ndërtuar institucione të forta demokratike. Anëtarësimi në BE është shumë më shumë se sa thjesht të jesh pjesë e tregut unik, do të thotë që ti bëhesh pjesë e një bashkimi politik i cili është ndërtuar në bazë të disa vlerave të përbashkëta dhe të zgjedhjeve të rëndësishme strategjike. Gjatë konferencës, Rama u pyet lidhur me çështjen e Zvërnecit, për të cilën përsëriti se Shqipëria nuk do t'i thotë jo një projekti madhor me investitorë që do i sjellin vendit një projekt 4 miliardë euro.